Miqtë të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Vala 4G dhe Dum Dum Fitness Water. E tani vjen radha për rubrikën tonë të përjashme, e vërtet e pa vërtet. Dafina prishet me DJ-n e saj. Ky lajm është plotësisht i vërtet. Këngëtarja Davina Zeqiri, e cila së fundmi ka përqendruar fokusin e saj kryesor në tentativat për sukses ndërkombëtar për te oqeanit, duket se përjetuar ndryshime në stafin e saj në Kosovë. Me këngëtaren shqiptare, ky lajm nuk është i vërtet. Edmond Tahiri, vllai i këngëtares Adelina Tahiri, i cili tashmë është personazh publik fal paraqitjeve të shpeshta me motrën në rrjetet sociale, befasishëm u bë pjesë e thashëthemeve roz. Edmondi u tha se ka nisur një lidhje me Anita Latifin, këngëtaren shqiptare me banim në Gjermani. Shkas u bë një imazh i përbashkët i dy të apostrofuarve, i postuar më pas i fshirë nga rrjetet sociale. Megjithatë, në këtë mesele duket se nuk ka asgjë të vërtet. Lidhjen Edmondi ka mohuar si kontaktuar nga emisioni prive, duke deklaruar se edhe Anita janë thjesht miq. Një tjetër biznes me pronar Genc Prej Vukaj? Kjo është plotësisht i vërtet. Reperi Genc Prej Vukaj me vitet që kalojnë duket se me idenë e tij po mendon të shtrij aktivitetin personal edhe në fusha të tjera. Për te të qenurit reper me profesionin që i gjeneron të ardhura thjesht në për koncerte, a i ka vite që ka themeluar labelin menaxhues të artistëve Blackfish Entertainment. Por biznesit e Prej Vukaj tashme janë shtridhë në fushat e tjera. Së fundmi bashkë me qëti reperi ka hapur një kompani të gjirime profesionale të dasmave, duket se Genci ka nuhatur mirë pjesën e fitimeve. Me mentalitetin shqiptar që shpenzon pa shtrënguar dorën në dasma, suksesi duket jetë i garantuar që në start.